Të bëj këtë kekun e thjesht, keku me 2 ngjyra dhe ka një shije fantastike. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 4 kokra vezë, na duhet 250 gram miell, 1 sheqer vanilje, 150 ml kos, 150 gram sheqer, 2 lugë gjelle me kakao, 150 ml vaj lule dielli edhe 1 pluhur për pjekje. Gjë e parë që do bëjmë, te vezët do hedhim sheqer vanilje. Nëse nuk ju ndodhet, nuk ka problem, po thjesht i jep një aromë të këndshme. E më pas do shtojmë edhe sheqerin, 150 gram siç ju thash. Dhe do fillojmë që t'i rajmë me mikser ose me tel kuzhine si të dëshironi. Pasi e kemi rahur për disa minuta dhe na është tretur sheqeri, do t'i shtojmë vajin. Me thënë drejtën më kishte vajtur mendja për kek, për ëmbëlsirë. Pasi kemi hedhur vajin, do t'i hedhim edhe kosin edhe do t'i rajmë edhe për disa minuta. Dhe na duhet një masë e një trajtshme. Pluhurin për pjekje. Do hedhim edhe miellin. Miellin e hedhim pak nga pak edhe vazhdojmë që ta përzijem. Shtojmë edhe pjesën tjetër. Pasi kemi rahur mirë, do marrim edhe tavën ku do bëjmë pjekjen e kekut. Kam hedhur pak vaj lule dielli edhe përhap me ndihmën e furçës. Tashmë do hedhim vetëm gjysmën e masës. Dhe gjysmën tjetër do t'i hedhim kakaon. Dhe do ta përzijmë sërish me mikser. Pasi e kemi përzier mirë, masën do t'ja hedhim kekut. Me thënë drejtën kam lënë çik më shumë pjesë kakao, se unë e preferoj më shumë kështu në këtë mënyrë. Dhe tashmë miksojmë mirë me njëra tjetrën, si t'jo vi përmbar. Edhe kekun tonë e kemi gati, do ta fusim të pishet në një temperaturë prej 180 gradë për rreth 30-35 minuta. Ja dhe kekun tonë e kemi gati, ndihet aroma e mrekullueshme e kakaos. Do ta provojmë nëse ka kulluar apo jo. Ju e dini tashmë që me një kruajtës së dhëmbësh, thjesht e provoni. Në momentin që del e pastër, do më thënë që keku ka kulluar edhe është gati. Është një recet shumë e thjesht, recet si për verë ashtu edhe për stinët e tjera. Jam e sigurt që kur ta provoni ka për t'ju pëlqyer shumë. Unë mezi po pres të ftohet pak që ta servirë dhe ta shijoj. Na bëft mirë.